Në kuadër të aksionit për lirimin e hapësirave publike, tashmë ka filluar edhe puna për pastrimin e pikave të grumbullimit të automjeteve për të rikthyer ato në shërbim të komunitetit. Ministri e Punëve të Brendshme Albana Koqiu ishte në një pikë bllokimi e grumbullimi mjetësh në Kurbin për të inspektuar nga afër aksionin për lirimin e hapësirës. Ka shumë pika të tilla, të cilat janë bërë mjediset pa përshtatshme që prishin dosin ambientin, por edhe mjediset pa sigurta, le ta themi këtë. Kështu që nga fillimi i këtij muaji, fal fushatës që kemi ndërmarrë bashkarisht të gjithë, ne do ta lirojmë këtë hapësirë duke ju kthyer ju, në rastin konkret Bashkisë së Laçit, e cila me sigurt që do të ketë projekte shumë të bukura për të zhvilluar në këto hapësira, projekte të cilat i kthejnë komunitetit jetëzimin e tyre, energjizimin. Në Shqipëri ka 24 pika të tilla grumbullimi të mjeteve, 2 janë liruar, Shkodra dhe Kurbini, ndërsa javën tjetër përfundon procesi në të gjitha pikat e tjera. Vlora mban rekord për numrin e pikave të tilla. Kjo është e gjithë hapësira që është pronë shtet, pronë e Komisariatit Kurbinit dhe që prej 2006-s dhe aktualisht kemi të pozicionuara rreth 1664 makina me tipologji të ndryshme statusi. Nga këto 1100 janë për skrap. Po të shikoni, kjo është e gjitha pjesa ku është skrapi, kemi edhe një kronologji hartës vendosjes të makinave këtu, është përfunduar i gjithë inventari i pasurive në këtë zonë dhe besoj që shumë shpejt do fillojmë dhe procedurat për të filluar procedurat e ankandit për të pastruar gjithë zonën pastaj. Është 2.6 hektar tokë shtet. Supozohet që janë 16.000 mjete ose motomjete në një gjendje të tillë në gjithë Shqipërinë, ku një pjesë do të dërgohen për skrap dhe një pjesë do të konfiskohen për të ripërdorur nga institucionet shtetërore.